Kështu që në këtë pjesë, e të se mere gudzimin të e vlerësëje, qka ka mujtë me ndodhë dhe qka është administru dhe qka është dëshmu nga ona aty në dëshmitarve. Për neve si publik, për neve si monitorus, mbetet komplet errësirë kjo pjesë që është zhvillu. Pra në rast se krahasoj me proceset të tjera, qoftë në Kosovë apo në Hak, të cilat janë gjikuar, këto procese, qoftë të rasti Pjetër Shalës, qoftë të rasti Sali Mustafës, apo i fashilët të tjerve, kanë qenë rastet më të redaktuara, apo sansat kanë qenë më të redaktuara në krahasim me gjykimet të cilat zhvillohen në Kosovë, po edhe në krahasim me ato gjykimet të cilat janë zhvilluar pranë Tribunalit të Hagës. I përmendet dëshmitarët të mbrojtjes vis-a-vis këtyre të prokurorisë, ke po ashtu një poem interesant i prokurorisë, ai ka mashtru. Ashim thosht që do diplomat botënor dhe do general të kalibrit. Pikrisht për këtë thash që paraqitja e prokurorisë në fjalën përfundimtare lë shumë për dëshiruar, në aspektin sidomos profesional, sepse nëse trupi gjykues arrin që të bindet nga ky pretendim i prokurorisë që diplomat karrierës që me miratim të Departamentit Amerikan të Shtetit kanë dëshmu në këtë proces gjyqësor, është vërtet s'po di as kush me vlerësu se nuk e di kush e bind dikën që një nivel i Rubinit vjen edhe mashtrohet prej Hashim Thaçit, Kadri Veselit apo kujt do të qoftë. Ata çfarë inteligjencë kanë pas në këtë vend kur është zhvilluar gjithçka edhe në kohën e luftës, unë po besoj që kanë ditë deri në detaje çdo gjë që ka ndodhur. Për këtë arsye dhe dëshmia e tyre, besoj që ka qenë as përmbajtësore, saqë është marrë me themelet e krejt asaj çka e rrëzën aktakuzën e prokurorisë. Thjesht është folë për një luftë, është folë për idealet e saj, edhe është dëshmu që lufta ka qenë e popullit edhe kjo strukturë që ka luftu nuk e ka pas qatë udhëheqjen, qatë strukturimin e menaxhimin çfarë pretendon prokuroria. Fundit, një gjë e tillë është dëshmu edhe në proceset e mëhershme në Tribunalin e Hagës, ku kemi pas edhe komandant tjerë të zonave që janë akuzu për strukturë komanduese, hierarki, po të cilat në asnjë formë s'kan arrit që të argumentohen. S'kan arrit as në Tribunal të Hagës, unë s'po besoj në asnjë formë që as do të arrin tani të argumentohen. Në anën tjetër është